Presidenti i Iranit, Masud Pezeshkian, u ka kërkuar falje vendeve fqinje për sulmet e fundit me raketa që prekën disa shtete të Gjirit gjatë përshkallëzimit të konfliktit me Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një fjalim të transmetuar nga televizioni shtetëror, Pezeshkian deklaroi se autoritetet iraniane kanë vendosur të ndalin goditje ndaj vendeve të rajonit. Ai theksoi se sulmet e reja do të ndërmerren vetëm në rast se ndonjë nga shtetet fqinje do të ndërmarrë veprime agresive ndaj Iranit. Sipas tij, vendimi është marrë nga Këshilli i Përkohshëm i Udhëheqësisë së vendit, i cili ka urdhëruar ndalimin e sulmeve raketore ndaj vendeve të rajonit. Megjithatë, presidenti iranian nënvizoi se Teherani nuk do të ndryshojë qëndrimet e tij strategjike dhe nuk do të dorëzohet përballë presioneve ndërkombëtare. Gjatë javëve të fundit, Irani ka ndërmarrë disa sulme me raketa në zona të ndryshme të Gjirit Persik, të cilat autoritetet iraniane i kanë paraqitur si reagim ndaj vrasjes së udhëheqësit suprem Ali Khamenei. Sulmet prekën qytete dhe zona në Dubai, Abu Dhabi, Katar, Kuvajt dhe Bahrein, ndërsa pamjet e shpërndara në rrjetet sociale treguan dëme të konsiderueshme materiale. Përshkallëzimi i krizës nisi më 28 shkurt, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli ndërmorën sulme ajrore të koordinuar ndaj disa qyteteve iraniane. Operacioni erdhi mbas bllokimit të negociatave për programin bërthamor dhe akuzave se Irani kishte rifilluar aktivitetet bërthamore. Sulmet goditën disa objektiva strategjike, përfshirë edhe kryeqytetin Teheran. Gjatë këtyre operacioneve, humbi jetën udhëheqësi suprem iranian Ali Khamenei, i cili ndodhej në kompleksin e tij rezidencial, së bashku me disa anëtarë të familjes. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump ka pohuar se Irani ka kërkuar falje dhe sipas tij, Teherani është dorëzuar përballë presionit të vendeve të rajonit. Në një postim në platformën Truth Social, Trump tha se Irani ka premtuar se nuk do të godas më vende fqinje dhe lidhi këtë vendim me sulmet e vazhdueshme nga SBA-t dhe Izraeli. Ai paralajmëroi gjithashtu se Irani mund të përballet me goditje shumë të forta këtë të shtunë. Sipas presidentit amerikan, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po shqyrtojnë gjithashtu objektiva të rinj për goditje, përfshirë zona dhe grupe që deri më tani nuk kanë qenë pjesë e planeve të mëparshme ushtarake.